Këto pamje tregojnë qartë momentet kur një autobus Green Line i linjës Astir-Qëndër mori përpara një vajzë me biçikletë mbrëmjen e së dielës pranë pallatit me shigjeta në Tiranë. Për pasojë e reja 18 vjeçare mbeti e dëmtuar, sikurse edhe 3 pasagjerë që ndodheshin në mjetin e transportit urban, që përfundoi përplasur me makina të tjera të parkuara. Pas veprimeve hetimore, policia e Tiranës lajmëroi arrestimin e drejtuesit 56 vjeçar të autobusit, i cili sipas bluve ka humbur kontrollin e mjetit. E hëna nisi me aksidente fatale. Një grua 49 vjeçare u përplas për vdekje nga një makinë tek ish sheshi Shqiponja në kryeqytet. Goditja ishte e fortë dhe vdekjepruese në vend për këmbësoren. Drejtuesi 30 vjeçar i mjetit u ndalua në kushtet e flagrancës deri në sqarimin e plotë rrethanave të aksidentit. Seria e ngjarjeve që përgjakën rrugët e vendit këtë fillim javë vijoi në aksin Roskovec-Berat, ku një makinë përplasi për vdekje një 50 vjeçar që po udhëtonte me biçikletë pranë fshatit Strum. Goditja ishte e fortë dhe gëzim Xhoka ndëroi jetë për pasojë të plagëve të rënda. Drejtuesi i mjetit, i identifikuar si Jamar Bërtoro, u ndalua nga policia në kushtet e flagrancës, ndërsa ekspertët kryen veprime hetimore për zbardhjen e rrethanave të përplasjes fatale. Këto pamje ndërkohë tregojnë një aksident në orët e para të mëngjesit ku një makinë përfundoi në mes të rrethrotullimit të Sabrës, siç një ndryshe dalja jugore të Lushnjës. Përplasja ka qenë e fortë dhe përveç dëmeve materiale të mjetit është plagosur edhe drejtuesi, por jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë aventura e një 12 vjeçari që i kishte marrë makinën të atit rrezikoi të përfundojë në tragjedinë në fshatin Mushqeta të Tiranës, pasi ai humbi kontrollin e mjetit e përfundoi jashtë rruge. I mituri dhe një 18 vjeçar që udhëtonte me të mbeten të dëmtuar, ndërsa babait pronar të mjetit ngjarja i kushtoi edhe ndjekjen penale.